Adrian Pajaziti është një nga talentet që do të jetë pjesë e kombëtares në 2 ndeshjet e marsit ndaj Anglisë dhe Andorrës. 22 vjeçari kaloi një dëmtim të gjatë ndërsa në ndeshjet e fundit ka qenë titullar absolut me Goricën në kampionatin kroat të futbollit, pikërisht pas publikimit të listës nga Silvinho ka folur dhe vet Pajaziti. Në një prononcim për Newsport.al fantazisti shprehet mjaft i lumtur dhe krenar për prezencën në kombëtare. Ndër të tjera Pajaziti thotë se ndihet mjaft mirë fizikisht duke theksuar se do të ishte mjaft emocionuese nëse do t'i jepej mundësia të futej në lojë në ndeshjen përballë Anglisë. Ndihem shumë mirë dhe tepër krenar si gjithmonë. Kam patur një dëmtim të gjatë por tashmë jam kthyer dhe jam në formë të mirë. Anglia? Jam shumë i lumtur për ndeshjen ndaj Anglisë sepse jam lindur dhe rritur afër stadiumit Wembley. E njoh shumë mirë futbollin anglez dhe do të ishte një moment emocionues nëse më jepet mundësia të futem në fushën e lojës, ka thënë Pajaziti.